kanë filluar punimet nga Bashkia e Himarës për përgatitjen e çeljes së sezonit turistik, i cili do të fillojë në datën 2 dhe 3 maj me aktivitete të ndryshme sportive, aktivitete në det, aktivitete të tjera argëtuese dhe do të mbyllet në datën 2 në darkë me performancën e këngëtares vlonjate Aurela Gaçe me bandën e saj. Ndërkohë vazhdon përsëri në datën 3 me aktivitete të larmishme nga vendi, por dhe nga vendet fqinje, të cilat do performojnë këtu në Potam, në Himar, dhe mbyllet aktiviteti në darkë me këngëtarin e famshëm që vjen nga Greqia, Christos Mastoras, i cili duhet theksuar që të ardhurat nga ky koncert i ka vendosur në dispozicion të qëllimit filantropik, pra do të ardhurat do të jipen në Spitalit Pediatrisë në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë një pjesë, dhe pjesa tjetër një fondacioni me qendër në Dropull të Gjirokastës. Pika kulminante e këtyre aktiviteteve, pra e çeljes sezonit turistik, do të jetë performanca në darkë vonë nga një kompani franceze e cila operon në fushën e paradave apo festivaleve të fishekzjareve, e cila ka performuar, pra ka dhënë festivale të tilla në shumë vende të botës, në Dubai, është për herë të parë ky aktivitet në Shqipëri. Pra, me pak fjalë do të thoshja që Himara do të ketë aktivitete për 40 orë, data 2 dhe data 3 maj. Mund t'ju them që vjet ka qenë një sezon shumë i suksesshëm turistik fal punës së Bashkisë së Himarës, fal bashkëpunimit të përsosur që kemi pasur me Ministrinë e Turizmit, me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, me Policinë e Shtetit, edhe si vjet fal këtij bashkëpunimi do të kemi sezon turistik shumë të suksesshëm, ku presim që numri i vizitorëve për këtë vit të jetë më i shtuar se vitin e kaluar. Himara është konsideruar, është bërë pjesë e shumë revistave në radhë parë ndërkombëtare, ku Himarën e ka cilësuar si xhevairin e Mesdheut. Ne po përpiqemi që të mbajmë këtë nivel duke ofruar edhe turizëm cilësor, por dhe çmime të konkurrueshme me vendet e tjera.